dhe të aktivizmit kundërdhënës me bazë gjinore. Në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore, sot në teatrin Migjeni u zhvillua shfaqja Ëndra e jetës, organizuar nga Gruajat e Gruaja, Zyra për Djem dhe Burra dhe Bashkia Shkodër. Presidentja e shoqatës Gruajat e Gruaja, Trendelina Boriqi, solli në vëmendje shqetësimin për rritjen e rasteve të dhunës, duke bërë të ditur se po trajtohen 140 raste të reja aktualisht, ndërsa në total janë 350 raste, një rritje e lehtë krahasuar me një vit më parë. Komplet festivali, pra të tëra shfaqjet, por edhe workshopet që janë ideuar brenda këtij festivali, janë të lidhura me kauzën e fuqizimit të gruas, barazisë gjinore, të luftës kundër dhunës me bazë gjinore. Dhe shfaqja e sotme, që është Ëndra e jetës, pikërisht ka të bëjë me përballjen në një familje tradicionale, me mendësi tradicionale, me realitetin dhe ëndrat që pjesëtarët e kësaj familje kanë, por që fatkeqësisht ndeshen me stereotipe dhe me pengesa të realitetit. Si mjet për shembull organizata, por duke bashkëpunuar edhe me institucionet, kuptohet, ka trajtuar 140 raste të reja, në zona të reja kur gruaja trajtohet për herë të parë në qendrën tonë. Dhe duke i mbledh, domethënë, këto viktima ose po thonë këto gra, numri arrin diku 350, që shënon një rritje të lehtë në krahasim me vitin e kaluar. Ajo theksoi rëndësinë e bashkëpunimit institucional, ndërsa i bëri thirrje grave të mos heshin, por të kërkojnë ndihmë sa herë përballen me dhunë. Bashkëpunimi i çfarëdo lloji ka një ndikim pozitiv të fuqishëm, jo vetëm midis organizatave, por sidomos organizata me institucione. Është një bashkëpunim që duhet të rritet gjithnjë më tepër. Mesazhi është që po nuk fole, nuk je ndihmuar dhe nuk je shpëtuar. Por nëse në këtë jetë ka diçka që nuk shkon, të mos presin sa gjanat të grumbullohen, por të flasin dhe ta ngrejzanin. Aktiviteti u mbyll me mesazhin e përbashkët se lufta kundër dhunës me bazë gjinore kërkon ndërgjegjësim, duke dhënë zë çdo gruaje që përballet me këtë fenomen.